Kryetari i Komitetit të Zgjerimit të NATO-s në Austri, Gunther Fehlinger, lëshoi një paralajmërim të ashpër ndaj SBA-s mes pretendimeve se Donald Trump mund të vendosë marrjen e Groenlandës, duke mos përjashtuar edhe ndërhyrjen ushtarake në ishull. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Fehlinger tha se nëse SBA do të aneksojnë Groenlandën, të gjitha bazat amerikane në Europë do të konfiskoheshin dhe SBA-ja do të duhet të largohej. Nëse merrni Groenlandën, ne do të marrim çdo bazë amerikane, nga Aviano në Ramstein, nga Rumania e të gjitha bazat e tjera ushtarake do të konfiskohen dhe ju do të humbisni pozitat që ka pasur fuqia amerikane që nga lufta e dytë botërore. Nëse merrni Groenlandën, duhet të largoheni, shprehet Gunther Fehlinger, kryetari i Komitetit të Zgjerimit të NATO-s në Austri. Videoja e politikanit austriak u shpërnda përmes platformave X dhe Reddit. Ai ishte duke u përgjigjur pjesërisht një postimi të parë si provokues të podcasteres së Magas Katie Miller, e cila shpërndau online një imazh të Groenlandës së mbuluar me një grafik të flamurit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të shoqëruar me mbishkrimin "shumë shpejt". Duke ju drejtuar drejt për drejt Millerit, ai shtoi se ne mund ta mbrojmë veten shumë mirë dhe mund ta bëjmë këtë pas 3 bërthamore amerikane, pa trupat amerikane në Europë dhe pa bazat amerikane. Liderët të tjerë europian kanë reaguar ndaj pretendimeve se SBA-ja kërkon ishullin e madh në Arktik. Edhe disa prej tyre kanë theksuar se një veprim i tillë nga administrata e Donald Trump mund të çojë në shpërbërjen e aleancës ushtarake të NATO-s.